Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderoj Allahun azza wa jall, përshëndetjet nga zemra qofshin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe muslimanët që ecin pas rrugës së tij sa janë gjallë në këtë botë. Falenderoj hoxhën tuaj dhe shokën ton, hoxhën Mersem, për ftesën që të jem pjesë e një fjalimi të shkurtër inshallah me vëllezërit e mi këtu në Shkup, në Shkupin e hoxhallarëve, në Shkupin e hafizllarëve, në Shkupin e davetit dhe në Shkupin e aktiviteteve dhe projekteve të hajrit, të cilat kanë lënë gjurmë në krejt trojet shqiptare. Temat që hoxha ma ka propozu që me folë zbashku inshallah në këtë mezhlis është lidh pak sipas kërkesës të hoxhës që me qenë diçka që ne kemi zhvilluar që disa vite dhe kemi mbajt tema rreth kësaj me thonë krye teme në xhamin ku jemi edhe imam atje. Pra është fjala për cikli i ligjëratave, këshilla nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bashkë me këtë cikël e kom pas edhe një pjesë tjetër të një cikli të ligjëratave që shpesh herë kur e mendoj nuk e di s'moj me bërë dallimin vetveten tem se cila për këtyre dy cikleve e ka peshën ose e ka ndikimin më shumë te unë pikë pari. Nga se siç e dini, hoxha më shumti që përfiton kur jep dijen është se ai është i pari përfitues për asaj që ja jep të tjerëve. Dhe nëse ai nuk është përfitues, atëherë në realitet atë që e thot nuk ka dobi për saj. Dy derse janë ato, ose dy cikle ligjëratave janë që une personalisht jam, si me thonë, jam di aq mirë me to, sa që mendoj me i përsërit. E para është shpjegimi i librit Virtytet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Shemailun Nebi, që kam shpjeguar në 63 derse, e që unë, po e tham publikisht, minimum edhe 2 herë ose 3 herë kam shef me shpjegu këtë libër. Se përjetimet që i kam në atë kohë, sa ka zgot 2 vjetë pravarësisht, nuk ku mujt me i kthy mo. Kështu që dohet me u kthy te libri, por me mujt me i kthy ato përkujtime. Por pasi që kërkesa e hoxhës ishte që të jetë diçka për lidhje me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë normalisht se kërkesa e atij që ta jep nderin nuk kthehet, por kthehet vetëm se me nder. Edhe kjo pjesë është prej ligjëratave që kom fillu prej që kom shku në Zvicër, që 8 vite, imi të vazhdu halo dhe më honë to, mendoj ndoshta 30 sahabi, prafarsisht 35 ndoshta, me jetu me ta për disa vite sa Zoti e ka shkruar nëse Zoti na ka dhënë ymër, deri tash kemi kry 10 sahabi të përgëzuar me xhenet, dhe më këshillat e 10 sahabive të përgëzuar me xhenet, dhe jemi e kemi kryer edhe Abu Dharrin dhe jemi te Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu. Realitet, edhe kjo është një përjetim i veçantë, edhe për një me, kur të fillojsh me i spjegu vetë fjalët e shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kupton që hikmeti i Allahut është që e gjenerat me qenë bartësit e fesë. Me qenë ata që kanë sjellë Islamin edhe me marrë këtë hisën e madhe për hapës Islamit edhe në ditët që sot na i gëzojmë këto vlera dhe këto frytet e kësaj feje madhështore. Normalisht kjo nuk është rastësi. Allahu kur i përshkruan me një cilësi munafikat, thot nëse Allahu do ta shehte hajrin në zemrat e tyre, do t'i jepte hajr prej tij. Por nuk e kanë pas këtë të mirë në zemrat e tyre. Dhe normalisht e kundërta me të kundërtën. Allahu ka pa hajr në zemrat e sahabëve që shtat Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu dhe i ka përzgjedh që me qenë shoqëruesit e profetit dhe me qenën hisetarët më të mëdhenj në historinë e njerëzimit. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë krenaria e krejt muslimanëve derisa të ekzistojnë sipërfaqen e tokës. Madje letrari i njohur Akadi në një peshkrimeve të tij që më ka pëlqyer shumë edhe pse e kom lexuar frek domthon para disa muajve,
thotë që një prej mrekullive të profetit janë edhe shokët e tij. Domthon kur i njeh disa prej mrekullive që na jemi mësuar me një që janë mrekulli të shumta, thotë një prej mrekullive kanë qenë edhe shokët e tij. Nga se ka qenë gjenerata e papërsëritshme. Me fol për shokët ose me ndo diçka nga jeta e shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi që është në këtë pasi që janë këtë pozitë kështu, normalisht është vështirë. Nga se unë jam të fol tash deri që tash për 200 ligjërata. Dhe tash më mundu diçka me përmbledh për këtyre 200 ligjëratave nuk është e lehtë. Por edhe atë anën tjetër e di që çka do që flasim na për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe çka do që shkoqisim prej jetës së tyre të bujshme, prapë është e mjaftueshme për me qenë nxitje për neve dhe mbushje e energjisë pozitive që me ecë përpara në rrugën që Allahu është i kënaqur me të. Unë e kam do prafërsisht këtë farë fjalimi, nuk pequj ders, pequj si lloj mezhlisi bashkëbisedim me vëllezërit e mi. Unë e kam do në 3 pjesë. Pjesa e parë është një parahyrje, dhe e dyta është disa shembuj, dhe e treta është një përfundim, një epilog, e cila mendoj se e përmbush ose e përmbyll gjithë këtë që do ta them paraprakisht. E para dashur vllazni, Ibn Qayyim rahimahullah në librin e tij El-Fawaid e përmend kur fol për akhlaqin, për moralin, e përmend një gjë shumë bukur që unë po du me ndërlidh me temën time. Thot, vlerat morale, si cila për vlera morale, e kanë një kufi. Nëse te i kalohet ai kufi, shndrohen në anë negative edhe pse në vetvete janë vlera të mirëfillta morale. Për shembull, trimëria e ka një kufi. Nëse te i kalohet edhe i po doza të prume, kalohet në budallallëk. Edhe modestia e ka një kufi. Nëse te i kalohet kufini i modestis, kalohet në përçmim të vetvetes dhe në nënçmim. Edhe bujaria e ka një kufi. Mund më kalu bujaria në 2 anë. Mund më kalu në anën anën pozitive që pastaj bëhet negative dhe në anën negative. Mund me ul pozita e saj dhe me kalu në koprasi ose me u tepru dhe me kalu në mastraf. Gjitha prej vlerave morale e kanë qëtë rrezikun. Ashtë ana e vetveten e saj që është vlerë e rëndësishme, e mirëfillt, e duhur dhe e kanë rrezikun e tejkalimit ose neglizhimit. Pse po them këtë hyrje dashur vllazni? Nga se bashkë që kjo piki dallon shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kanë arrit me i pas vlerat morale deri në formën më të lartë që ka mundësi të përkryrjes së tyre. Dhe kanë arrit me rujt veten që mos me i tjetërsu këto vlerat mëdhaja duke e tepru ose duke e neglizhu. Dhe kjo është më e rënda. Po këtë arsye mesataria edhe në vlerat morale, edhe në qase me vetveten, edhe në qase me ibadetin, edhe kreta në çdo pikë për këtyre është e kërkuar. Dhe na e dim që ka ndonë njerëz të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe për ibadet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka tërheq vërejtën që jo nuk ban çështu shpërmenon jo ta natën më fal e ta ditën më agjëru. Pse? Sepse del jashtë kontrollit për cilën Allahu ka kriju për njerëzve që me qenë të vazhdueshëm në rrugën për te Zoti. E shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, siç ta shohim edhe në shembuj, kanë arritur që me bëj çet ballancimin. Dhe ç'ky ballancimi ia ka dhënë çet vlerën më të madhe si njerëz në krejta vlerat morale tjera që i kanë vepruar pastaj. E çu arrit ky ballancim? Për me arrit këtë ballancim, duhet me pas zemra të forta, përgatitura shumë, që as mos me anu ka ekstremi, e as mos me ra nën masën e kërkuar. Dhe kjo është ajo që faktikisht të shumë njerëz humbet edhe e kanë vështirë me majtën vetën në kontroll. Andaj dashur vllazni, nëse që kjo pikë është si piknisje e dersit ton ose e kësaj këshille me thonë kështu, atëherë që tu e vren në çdo cep që ti lexon për historisë shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e vren
qëtë vërtet, me thonë, qëtë qasje të tëre, edhe pastaj e vren pastaj edhe dallimin që e shetit të njëst. Dhe këtu vrej shumë let dallimi mes tëre dhe mes shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për temave të bukura, të virtyteve që na i kemi lexuar, i kemi dëgjuar shpesh, për shembull, e marrim vetë kontrollimin, ose kontrollimin e vetvetes. El muhasaba. Këta e gjenë, normalisht, e gjenë të kitë muslimantë. Mi po të shokët e pejgamberit s.a.s. e gjenë me një mas interesante. Atë shumë e kanë kontrollu vetë vetën, derisa unë edhe ti, kemi mësim menu që kanë kalu në vezvese. Po s'kan kalu në vezvese asë njëherë. Dhe më honë qatë shpesh që kanë folë me vetë vetën e tëre, qatë shpesh që e kanë kritiku vetë vetën e tëre, qatë shpesh që e kanë llogarit vetë vetën e tëre, për pikmëri, dikush prej neve kish me kalu në vezvese. Ose prej ati ekstremit kish me kalu me honë balë mua, e kontrollova vetë ku me disa dhe shkova tash në anën e kontërt. Asë njën as ka ndodhë. Ka ndodhë kontrollin ndaj vetë vetës në formën ekstreme, në formën më të nalë që ka mundësi, dhe asë njëherë nuk ka ndodhë neglizhimi ndaj vetë vetës, ose nëse ka ndodhë çështje shumë thjeshta. Kjo vllaznia është tepër e rëndë në jetën e njerëzve. Po i marrim do shembuj. Ebu Bekri radiallahu anhu, dhe gjithë këto shembuj që i kum zgjedh me qëllim, i kum zgjedh gjithë këto shajin kon pjesë e ligjëratave të mia gjatë këtyre 8 viteve, në mënyrë që me qenë si lloj përkujtimi. Ebu Bekri radiallahu anhu, e dini që një herë ka hi Omeri radiallahu anhu dhe ka pa Ebu Bekrin, duke e kap gjuhën e tij, edhe duke thonë hadhihi awradanil mawarid. Që kjo gjuhë, ose hadha awradanil mawarid, që kjo gjuhë mi ka sjell gjitha të këqijat. Do e kap gjuhën praktikisht, do ka gjuhë me vepër, që domosdoshmë do të me kap që gjuhë, që shpekapi tash me dorë, do të me kap që gjuhë, se për ndryshe që kjo gjuhë ka me më shkatërru. Kush e ka dhënë këtë fjalë? Ebu Bekri radiallahu anhu. A u kon kjo aktrim? Nuk u kon aktrim. Po a ka kalu që kjo qase në vezvese, s'ka kalu vezvese. Pse? Pse Ebu Bekri radiallahu anhu në momentin që është dashur me folë vërtetën, nuk është nërë pastaj me thonë, vesh pak bëse se di, mos po gaboj nëse. Jo. Ja këtu s'ka ekzistu ky pazar. Momentin që është desh me folë vërtetën e ka folë dhe dhe një tregime tash me nis me folë për këtë temë, por Ebu Bekri secili për juve ka përmendur 10 raste e më shumë qysh Ebu Bekri u kon i pari që ka folë vërtetën, i pari që ka nivu pejgamberit e kështu me radhë. Omeri dihet që ka llogarit vetveten. Deri në qatë mas, rastet shumëta, deri qatë mas, sa që njëherë, tregohet unë përmënuar disa raste ndoshta që janë edhe ma pak dëgjume. E ka një njoni për një kopshtit, që transmeton transmetuesi dhe kumni thot në herë Omerin, kur ka mbet vetë mes ti, edhe duvarit kopshtit që ka menu që s'penin kërkosh, ka thonë, Omer ibn al-Khattab, emir mu'minin, bekhin. Ka thonë Omeri, djali Khattabit, prisi besimtar vëbo. Vaj halli, se kjo përdojnë të dy, bekhin përdojnë të anë pozitive dhe anë negative. Vaj halli për të thotë, o Omer, thot, ose kime gjyku drejt, ose ka me denu Allahun zam xhenemit. Edhe jo dini tregimin më të bukur ti, që na shpesh kur e tregojmë emocionohemi shumë, momentet e fundit jetës ti. Thot, o Zot, thot Ibn Omeri, masi që i thot djajt vetë qëtëm për ftyrën tokë. Për me përull vetën dhe me kallëzu që i para Allahut, momentet më të fundit është tepër i dërzum, tepër i varfër. Edhe i thot, ka hin një person dhe thot, o emir mu'minin e pëshir, për gëzohu me gjatë të mira që i ke bo. Thot, vallahi, thot, wadittu, enni akhruju min ad-dunya kafafen. La liye wa la alej. Thot, pasha Zotin. Pesë pjesës, tjetër ka thonë, ko po qëllim pesë pjesës të gjykimit. Kisha pas shef, me dal për kësaj dynjaje, zero. As se vape, as gjënohe. Zero. Një person që është tut,
është tut që një kafsh në Irak, nëse ka thy komën se rruga nuk ka në shtru me është që për shta ka me vetë Allah. Që ka honë meri? Ka unë një kafsh me bon rrugë të Irakit, më rëgzu, edhe arsyeja është që unë se kom drejtë rrugën, tutna që ka me vetë Allah për ata. Edhe në momentit fundit thot, la alije o la aleje. Jam i kënaqur me kiçtin e punëve që ka ju bo, se ka qenë khilafeti i gati Omer radiallahu anhu, pe kiçtin e punëve që ka ju bo 10 vjet, thot me dal për kësaj bote, as mos më shku se vap, as gjëna. Nëse dal qështu, mirë i kam botë. A ju ka shku në men juve, krejt e keni një, që të shka jeni më në që as një, sa që se ka një. A ju ka shku me në herë rasti i Khalid ibn Walidit, momentet e vdekjes. Që thot, para se me vdek, ishten aty familjarët me qumë kom, edhe mi thonë këtë do fjallë, do këshilla mi thonë. Thot, nuk ka pjesë trupit tem. Vetë se është e thumbuar, ose e plagosur, ose e shpuar, me shigjet, ose me shtiz, ose me diçka pi gjërave të luftës. Thot, kurse unë tash, po vdes, sikur që shcof një deve Medinës. Çka thot fjallën në fund? Thot, ela namet a'yunul jubana. Çka fjallën në fund është shumë interesant. Thot, e thojnë ela namet, po në realitet është përkthimi është anën negative. Thot, mos paqen gjumë në sy, frikacakat. Çfarë do më kjo vllazni? Do më thonë ky pe llogarit arsyun që s'ka ra shahid, pe llogarit si frika e tij tuta që e ka rujt vetën edhe s'ka dalë përpara që ka dalë shok tjerë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do më thonë një plagos, është e vërtetë çdo vend, po ti shakon trim, s'm kishar puna me vdekin shtrat. Po im kon tuc, kurse pejgamberi sa mi ka thonën Seifullahil Meslul. Shpata Allahut e lirë, e lëshuar speciale për armikët e Zotit. Shpata Allahut, nuk ka qenë temë thjesht. Rasti Abdurrahman ibn Aufit, që dini ka qenë një pjesë sahabive dalluar dhe pejzohën me xhenet. Në pleqni ti, njëherë për herave ja sjellin ushqimin e iftarit, ka qenë duke agjëru. Kur fillon me hongër ushqimin, i kujtohën shokët e vjetër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot, vdiq Musab ibn Umejri, njeri me pozit në kohën e Mekës, djali i pasunikit më të madh Mekës. Vdiq Musab ibn Umejri në qitë rrugë, thot, e kur erdhën me voros, nuk kish mi as tesha që kish lon ai pe pasurisë vet, për me voros. Thot, kur jam boleshmi kokën, ju zbuloshin këmbët. Kur jam boleshmi këmbët, ju zbuloj ke koka. Thot, o, detyru me voros qashtu. Thot transmetuesi thot ndukut thot edhe Hamza vdiq, edhe ai xhaxhoi pejgamberit edhe në atë pozitën që ka vdek pe shohëdave të njohur të asaj betejë. Thot kurse na thot neve thot busita mene dunja ma busit. Neve na u hap dunjaja aq shumë dhe u bë aq e madhe para neve. Çfarë thot pastaj fjalën në fund? Thot vallahi thot po tutna që të mirat e tona jëm përshpejtuar këtë dynjë. Do të thonë që ato që kina mi marrë të mirat i kina marrë që dynjë. Se di, pse se na u çep dynjaja krejt. I morëm krejt që patëm qef. I morëm krejt që patëm qef edhe po tutna që i kretëm na me që dynjë. Kurse ata çka e patëm për një me, ata nuk u sprovun me dynjën si këna. E do vllazni, te që kjo vetë llogaritja e shove pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shembujt janë interesant, që shi përmenëm disa pitëne. Janë emocionus, janë trishtus, janë mbreslënës tepër. Mi po që shtash, aja qka është ma e bukura pe këtë saj është se që to shembuj çuditshëm në historinë e njerëzimit nuk kanë diku të ata as me javhu për orientimin e punëve të mira, që me qunë pesimizëm, po as me qu deri në atë masa që me fillu me pas vezvese për çdo send që ata veprojnë. Po këtë arsye do të vllazni, nëse keni pa në shumë projekte pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thonë kush pe bën ç't punë.
Edhe çuni sahabi, Ebu Bekri, ai pikon, unë e bëj. Çka e mërmenja një njeri që e llogarit vetveten në kohën tonë? Me pas që anë, veç anën e parë të sahabeve që e llogarit vetveten shumë. Ai shqu mesin me thon tash unë kush po merr çit punë, ai shqu dikush unë po marr. Na shtim kishkru mesazh. Kisoni, ja, ty në publik s'ma mërmenja më që. Se ku me dita kam sinceritet ajo. Pse? Pse? Për arsye se vetë llogaritja të na ka mundësi kohë mas kohe, pjesë mas pjese me kalu në vezvese. Kurse ata çaq ju kanë sigurt vetveten e vet, që aty nuk ju ka pengue vezvesja me qenë të partë në punë të hajrit. Këta s'ju ka thonë, unë e dërgoj, unë e bëj këtë punë edhe u kry mohabeti, mos u lap këtë temë. Unë i be çika çkuaj, 200 kuaj i be. Shika ndodh Osmanit radiallahu anhu. Unë e bëj këta, pse ju kanë sigurt me veten o vllazni. Ju kanë sigurt. Vetë llogaritja e madhe shumë, po të njëjtën kohë edhe jo me kalu dhe që ato që me anisën me humb besimin vetë. Ato janë kanë sigurt dhe kanë ditë çka janë të bëjë. Pe marrë një shembull tjetër. Shembullin e Zotit. Te Zoti e kam përsërit shpesh. Shpesh ka keq kuptim të muslimanët. Kush mund me arrit Zotin e sahabeve, çaja ka arrit Zotin sunni. Çaja ka arrit Zotin tamam sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për fat keq shumë për njerëzve nuk janë as afër kësaj. Pse? Se na jena mësu, unë po foli për vete edhe për juve. Nëse një njeri është tregtar, edhe ka biznes, edhe ka pasuri. Çka themi na? Vetën tonë ose me fjalë, që ky njeri inshallah e ka një derë të hajrit për me hyrë në xhenet. Derën e pasunisë. Inshallah që derë e shfrytëzon. Kjo nuk është keq. Kjo është në rregull. A na shkon menja me thonë që ky pasuniki ka me hyrë në xhenet për me Zotit? Unë besoj që na shkon neve diku në menja që kjo. Pse s'na shkon menja? Se si na mësu me pa pasunik edhe zahid. Ose i na mësu shumë rrallë me pa. To ka të rabe ka raste. Elhamdulillah, ka halo. Që është pasunik edhe është zahid. Për këtë arsye na kena një shpesh. Cili është dallimi mes pasunikit që është zahid dhe atij që është zahid, është ai që është pasunik, zahid e ka parën në dorë, nuk e ka në zemër. Po, kjo shumë e bukur si teori. Shumë është e bukur si teori. Po në praktik shëra aje që a ka që si shembuj, që ta që kanë parë shumë e kanë veç në dorë. Unë voli për musliman, voli për praktikus. Kurse që kjo ka në standard normal të shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Standard normal. Domthon çashtu e kanë trajtuar ata pasunin që sot do konën në gjendje centin e fundit me dhonë. Edhe kur ja thash unë herë çështu do vllaznive, ai tha hosh thash problem ta se na jena me rroga. Tha dhe nëse jepon e centin e fundit, tha do të më prit një muaj për me marr rroga. Thash nëse jep ti centin e fundit ti nuk je zahid. Ti je budall. Fali shpreh, edhe në atë aspektin ti si do di çka i të bë. E çysh me kuptu kështu? Çysh me kuptu këtë çështje? Tha shumë lehtë e ki thash. A kena dash nana i tregtar mesin ton që japin shumë për rrugt Allahu, thash ka alhamdulillah shumë. Allahu i rujtë e i shumë oft. A dim në një rast që dikush ka thonën, une mas jam me biznes sikur Ebu Bekri, muj nesra mas nesra marr pasuri, sot po shkojnë zero, a ka kështu kësi raste? Unë s'di kësi raste. Unë s'di kësi raste. A mua ka pas të sahabet, ka pas shumë shpesh. Ka pas shumë shpesh. Dhe tash ju e dini këtë, Ebu Bekri, Abdurrahman ibn Awfi, Talha, sa që pejgamberi ka thonë Talha al-Fayyad. Talha nga i cili buron mirësia. Është mirësi e burushme, e vazhdueshme. Edhe ka thonë Talha al-Khair, Talha al-Jud, tri nofka e ka thonë pejgamberi sa veç Talhas. Edhe sahabive tjerë. E pse njerëzit nuk mujnë më konën edhe pasionik, edhe zahida, se e kanë zemrën e dopt. Ata që e përmena. Sa shqare që kjo formë e edukatës e vlerës morale, ose ka me kalu në ekstrem, ose ka me shkue në koprasi në ekstremin tjetër. Ose, a din dikush me dit një rast, shove pejgamberin që ju konë pasionik edhe kanë bën masraf. Veç që kanë thonë që është pa lidhje. Unë s'di për veti. Unë për veti s'di. A mu a dim në raste shumë pe neve, pe mesit tonë, që jena pasionik, jap një rrugë të Allahut edhe masraf bëjmë shumë. Sa dush. Pse? Për arsye se nuk kemi mujt me marr që të mesin e kërkuar
e cila mahet vetëm me zemër të fortë. Për këtë arsye dashur vëllezër, përveç të rasteve të pasurisë, kena edhe raste të pozitës, edhe të pushtetit. Këto Zoti është më i rond. Me u tërheq pej pozitës, me u tërheq pej pushtetit. Ju e dini, kur e ka propozuar Abu Bekri ose kur e ka lënë Omerin halife, ka shku Omeri tu e lutë Abu Bekrin. E qilni ja halife të Rasulillah. Lira mu për këtë detyrë. Unë s'jam për këtë detyrë. Të lutë na liron për këtë detyrë. Që kjo është Zoti i vërtet. Që kjo është ai Zoti kur e ki edhe ki mundësi me marrë dhe me arritën, me thonë jo, pija jep dikën tjetër. Është një rast hala më i bukur i Zotit që kisha pas çfarë mendoj me juve, është tregimi e Ebu Ubejdës me Khalid ibn Walid. Momenti që vdes Abu Bekri radhiyallahu anhu, khilafetin e merr Omeri, dihet, bëhet emir mu'minin, edhe më një herë shkruan letër Khalid ibn Walidit në Sham, që kanë qenë duke të rrethekuar faktikisht pa ushtria romake, kanë qenë të rrethekuar prej muslimanëve, dhe i shkruan letër, ka qenë siaset politike Omerit që momentin që i pët shanca, ki propozim me ka dhënë edhe Abu Bekri nuk e ka ngu, momentin që i pët shanca me largu Khalid ibn Walidin prej komandantit, prej pozitës së komanduese me largu me njëherë, për arsye se Omeri ka filluar më friksu që njerëzit po mendojnë që momentin që është Khalid ibn Walidi, lufta fitohet. Edhe plehupin mbështeten Allah. Edhe ka thjesht me largu. Ja ka çu letrën në Sham. Khalid ibn Walidit. Sipas një transmetimi që e përmend Ibn Asakiri, Tarikh e-Dimashq, thotë ja ka çu dy letra. Letrën e parë Ebu Ubejdës e ka përfill. I ka thonë prej Zotit ti je e mirë, nuk është Omeri. Omeri është një prej ushtarëve to. Khalidi është një prej ushtarëve to. Ti je tash prisi i Shamit. Kur e ka pa Omeri që s'po lëviz kur me javë, ja ka çu letrën e dytë. Ebu Ubejde, në qitë situatë që ka qenë, nuk ka mujtë mi thonë në Khalid ibn Walidit që prisi besimtarve. Omeri më ka caktu mu, e ti do shmelëshu që të pozitë. Pse? Tash e ka zë pse. Khalid ibn Walidi ka marrë vesh për i tjerve. Edhe i ka shu i ka thonë, o Ebu Ubejde, qysh ka thonë ti e ke ditë që Omeri ta ka qu letrën? Më konë ti prisi jam. E unë më konë ushtari jotë, dhe ti s'm ke kallzu deri që tash. Edhe e falë mas meje, duke qenë sikur shke qenë ma herët. Kurse ti ke qenë pozitën e prisit, kurse unë kam qenë pozitën më falë mas teje edhe me ecë mas teje. Edhe gjesti Khalidit kallzon që edhe ai s'te ka pas, edhe ai u konë teje për zahet në pozitën e komandantit që ka pas. Pse sa i ka arë keq, i ka arë marrë, edhe i ka arë gjën, edhe i ka ardhën mërzi qysh si ka kallzu Abu Ubejde. Që i thot Ebu Ubejde, të është vllazni? I thot, o Khalid, të dëtë jena vllazni edhe ruajtës të fesë Allahun tokë. Edhe thot një fjallë shumë bukur, thot, wa ma yudhiru rajula an yakuna akhahu an yuwalli akhahu fi dinihi aw dunya. Thot e shka i ban dom njerëjot nëse i jep mundësi, i jep përparësi vllave vet që ai më kon prisi ti në dynjë ose në fe. Ku e gjojmë që të zot vllazni? Që të zot nuk e gjojmë na edhe me një shoqat të vogël, po tham përgjithësi. Përgjithësi, alhamdulillah ka shembuj të mirë, se s'kam qenë me përmend vetëm anën negative, po unë po tham si problematik. Një pi probleme që është prish daveti në disa vende është prisia. Unë do të më vonam krye. Këtë mira mon herën do të më vonë tani shkojnë punë të mirë. Jo dashur vllazni. Unë e përktheva një shkrim shumë bukur, më pëlqej një pjesë. Tha aty në shkrimin e autori, tha varrezat janë mbushur me njerëz që mendojnë që kanë qenë pa zaventsueshëm. Këtë në zaventsueshëm. E që kjo unë i pari, kjo na ka sjell probleme të mëdha ndaj vet. Kurse Abu Ubejda, por shkak se ka qenë zahid, nuk i ka interesu kjo punë. Ati i ka interesu si amanet, me çu një punë vend që do të me çu. Jo si pozitë dhe si privilegj. Ja thot Khalidi, thot, e shako problem. Ku është e keqja
Nëse dikush je përparësi vllavit vet, ai më koni pari. Ku është e keqja? Kurse na të dy të kena një rrugë. Të dy të bëjmë shku te Allahu. Tash nëse shkon ti para mirë në rregull, në vllaznia, të dy të kena të shkutin në rrugë. Amo me thon edhe me vepru është tem shumë e ndryshme dhe ka dallim shumë të madh. Një pikë që kom pa të sahabët mos gjatë shumë, edhe pse shembujt janë shumë. Sahabët e pejgamberit sallallahu këta e vren të shumë pe tyne ndoshta të gjithë, domthon qartë e vren sa ajo dihet, është se e kanë përkujtuar shpesh vetveten me takimin me Allahun. Dhe kjo është temë shumë e rëndësishme vëllazëri. Nganjëherë ka hi pjesa e sekularizmit në jetën tonë praktike, saqë me përkujtu dikan me Allahun, me xhenetin, me xhenemin, duket sikur që jetë të prua, dhe jeta është për para neve, Islami don zhvillimin, Islami, kurse ti nëse e këshyra jetët, shumica jetëve, mas i përmend besimin në Allahun e përmend besimin në botën tjetër. Madje ajeti i fundit, si përfundimi këtë Kuranit, si më thonë Allahu, pe jepni përmbyllje, këtë kësaj që ka thash tash Kur'an, e dini, o të ku jo me të rgjaune fi ila Allah. Druja një ditës ku do të ktheheni të gjithë te Allahu. Te Allahu ku të ktheheni. E këta e kum gjetë shokët e pejgamberit sa shumë. Fjalët e tyre në këtë kontekst, edhe në këtë çështje janë çuditshme vllazë. Për shembull, Ebu Bekri radiallahu anhu thotë, kisha pas shef, më kon një degën një pemës, edhe me ardh devja, me hungur qatë degën, me përtyp, edhe me qit jashtë pastaj. Edhe mos më kon njeri heq. Omeri thot kisha pas shef, më kon cjap. I majm, i mirë, i ndreshur, i rregullum, edhe me mbrej për kurban familja, edhe me u kënaq me mishin që hajnë. Othmani, radiallahu anhu, thot me u pasnal mes xhenitit dhe xhenemit, duke mos e dit, apo shkojnë kiton, apo shkojnë aton, kisha pas shef më kon dhej. S'po du asnjë me diskutu hiç, po kthena në ineksistencë. Abdullah ibn Mesudi i thot një person, thot unë shpresoj që me qenë prej atyne që janë nonën e djathtë, që i pët Libanonën e djathtë, prej të djathtëve. Thot po kisha pas shef më kon prej të afërmeve me Zotin, mukarrabin. Thot po veç as çtu një person, e ka përgjithën vetën, që kish pas shef mos me ekzistu veç. Kjo dashur vllazni, unë kjo më ka rënë shumë kry. Që kjo mesele, më ka rënë shpesh. Për arsye se jo vetëm këta sahabi, me 10 sahabi kum po që shprehje. Edhe e kum po edhe që të pikë të çaj far kanari që e matën fillim. Që kjo frika e madhe nga takimi me Allahun, shumë interesant, kur e këshyr që shto ta merr mendja që ky njeri që ka thonë çto fjalë, as ka më martu, as ka më pas fëmijë, as ka më pas biznes, as ka më interesu kur gjapë kësaj dynjaje. Dhe kjo është pesimizëm. Dhe kjo është rahbanie. Rahbanie që është fe tjera, te krishterët. Kurse pejgamberi ka thënë la rahbanie fil Islam. S'ka rahbanie në Islam. Me u izolu dhe me u tërheq pe dynjas. E shokët e pejgamberit që ndjenja kanë pas në zemrat e tyre, edhe kanë arrit megjithatë me jetu pa çet pesimizëm. Me po jo me harru për kujtimin më të madh në jetën e njerit që është për kujtimi i ditës takimit me Allah. Që për kujtimi javë ka qitë gjumi vllazni. Natën, të fjetë se e ma mirë, ju ka dorë gjumi ka thonë vallaj s'poj me fjetë ma shumë. Du të më që më falë. Du të më që me nejtë në naltë, du të me nejtë në gatë, namaz, për ditën e gatë. Për këta si dhe tabien që shkallëzohët për Ebu Muslim el Khawlanin, që u që natën shumë dhe deri sa ndona vetë mo i dhimët, vazhdimisht të u falën, edhe i thot bero djali jam na janë me fjetë, si tora me fjetë heq. Do ta spuki xhoma, thot vallahi nona jam për kujtimi i zarmit të xhenemit po më largon xhumin. Tash po mendon ti më pas një stres në kokë, një problem, një gojle, bie me fjetë nuk zë xhumi. Se di ana ka ndodhur që shto me ramë fjetë dhe mos më zon xhumi pe frikës që kemi dal para Allahut. Se di ana ka ndodhur kështu. A mu që kjo kun standard normal. Do mundën s'po fuli për raste të rralla që kanë ndodhur te shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.
Unë po foli për rast që ka qenë pjesë standarde e fesë. E këta që është ashta ku po të shumë prej shokëve pejgamberit me fjalë të parafërta. Kjo jo me shkum pesimizëm që është, po jo edhe mulonën që jena me jetën, kena me vazhdu e kështu me radhë. Pika ose një shembull tjetër e katërta. Shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë qenë shumë të vendosur në praktikimin e fesë. Po vendosmëria e tyre nuk i ka bo që ata piqë se vendosmëria me kalu në arrogancë, që është shpesh mesin tonë. Dhe nuk e kanë lënë që të vendosmëri që me kalu në mas përfillje, ose shpërfillje. Për shembull, kur fillon ti me praktiku fen, edhe janis praktiku fen, e kupton ajetet, hadithet, e kupton ligjin e Zotit, e kupton Zoti çka lyp beteja, ti janis me praktiku me elan, me zell, edhe kur dalin në rrugë dikush pe familjes ose pe dikun ti munohesh me i hek, me thonë unë jam në rrugën e duhur. Po nëse ata fillojnë më shumë me dalë në rrugë, ti i ki dy zgjidhje. Te na, po tham përgjithsisht kena një raste ndryshme. Ose sillesh keq me ta, ose tërhiqesh. Thu leje se po deshka me zbut këtë meselë se s'po shkoj kaq. Ose sillesh keq. Thu s'mani për kur kanë, del pe shtëpis, ban probleme, na shtë edhe Zoti na ruaj, na shtë edhe sillesh keq me babën dhe me nonë. E që kjo vendosmëria jote ka kalu në arrogancë. Pse? Se nuk i ke pas qatë zemrën që po në dohet na me marë për zemrën sahabeve. Dhe ka një herë ka kalu në neglizhim. Pse? Se ke pas qatë zemrën e fort që dohesh me pas. Je munu, ke thonë s'pomi me shty mo. Pelshoj këtë mesele. Për përmeni një shembull, se për na merr kohën shumë do më thonë kjo. Sa'd ibn Abi Waqqas, kur ka filluar kur ka banuar Islami ka qenë djalë i ri. Sipas disa transmetime 14 vjeç. Normalisht i bojnë tortura, i bojnë probleme, i bojnë pa i nuk dorëzohet. Edhe subhanallahu për rasteve interesante shumë. Nona vet menohet çysh mi apo këtij djalit tem me kthy. Me kthy mos me lon me vazhdu çështu. Edhe i kujtohet, thotë ky është shumë respektues ndaj meje. U mdon shumë. Kështu që unë kam me bo be, që s'ka me hungër bok, as ka me pi ujë, derisa Sa'd ibn Abi Waqqas kthehet në fenë të parëve. Be ka me bo. Edhe çka ka thonë në një fjalë shumë trone ka thonë fund, edhe kam i aqit marrën Sa'd ibn Abi Waqqas që e ka myt nënën e vet. S'ki ku me shku më në ato. Sa'd u monue, mi forme të mira. Oj nona jam. Kjo nuk është në rregull, dhe kështu fjalë ndryshme bile i ka shtie dhe ku i shite vet me orë dhe mu munun në vet me bind. Kur ka po që ajo nuk punonet hiç, i ka ndojnë në jam. Edhe ka ndojnë në jam, ja umma. Do të forma përgdhelse. Jo forma arrogante, po forma përgdhelse. Oj nona jam. Wallahi, mi posti 100 shpirta. Edhe një me dal, 1, 2, 3, 4, dejte 100, nuk e kam njët melon që të feqe e kom marë. Kështu që si dush, leje që ta shajtë e bo. E si mos dush, vazhdoje. S'kam shka me bo. është një shembull i thjeshtë. Edhe pse krejt sahabët, nëse i merr 50 sahabët e parë, që thot Imam Dhehebiu, që kanë qenë të parë që kanë pranuar Islamin, 50 sahabët e parë krejt kanë pas tortura matrona, edhe për asnjë prej tyre nuk regjistrohet asnjë sjellje e keqe me familjen e tij. Mi po një të ku për asnjë prej tyre nuk regjistrohet që e ka lënën bindjen e vet, përveç që Allahu i ka lejuar me thon fjalën e kufrit. Nëse ju tut për jetën, jo për diçka tjetër. Ta e ka lejuar, por ju e dini që edhe pse e ka lejuar Allahu, disa besabiva se kanë marrë atë lehtësi. Se kanë marrë hiç. Edhe kanë vazhdu në atë vendosmërinë e tyre. Domthon vendosmëri e skajshme, kurse në anën tjetër, çka vendosmëri nuk i ka qenë në arrogancë dhe në sjellje të këqija dhe më bëu shembull i keq shoqni. Edhe një shembull, mesin për shokët e pejgamberit sa më dhe, po i përmbyllim me atë shembull. Shokët e pejgamberit sa më kanë pasur një cilësi që e kanë vërejtë shumë prej tyre, po si dukut ka qenë cilësi e ngulitur te elitarët e arabëve. Te pjesa e elitë e arabëve, çka thon pejgamberi khiyarukum fil jahiliye, khiyaruhum fil jahiliye, khiyaruhum fil islami idha faqihu.
më të mirët mesin tuaj në ignorancë, të zgjedhurit e litarët e ignorancës kanë me qenë edhe litarët e Islamit. Nëse e kuptojmë fenë. E unë e kum vrej që kjo ka qenë ti parë tash ka ta përmeni, ti parë i njohur edhe të arabt. E kjo i thënë arabisht izzetun nefs. Shqip ndoshta më e para tash krenaria. Kanë qenë shumë krenar me vetveten e vet. Edhe që krenaria nuk i kalon me shku me ndjemansi, s'ka shku me ndjemansi. Nuk dini asnjë rast sahabëve që kanë qenë me ndjeman, përveç një rasti që është regjistruar në histori, edhe një që është i lejuar, me lejuar është në luftë, e dini, ka lejuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kurse ai rasti është ai sahabia që i ka thonën Bilalit o djali i gryes zez, edhe pastaj veç i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a ka këtu thirrje të ignorancës, kurse unë jam mesin tuaj, a e dini çfarë përgjigje u kon mas së fjalës pejgamberit? Ai ka qit kokën në tokë, s'ka thonë na pia bëjmë ashtu apo ban halal, ka qit kokën në tokë, ka thonë lutem, shkelu me kohë. Shkelu me kohë fytyrën tëme se meritoj më shumë se çkaç. Raste tjera s'ka ekzistuar me ndjemasia në shokët e pejgamberit. A mo krenaria po. Krenaria që nuk i kalon me e nënvlerësu vetveten. Me ul vetveten me thon, po vallai çashtu. Çon e thot diçka me thon, në rregull, Zoti na fal. Ja, s'ka kështu. Në kështu. Ti mburrësh që e ki qit fe. Edhe mburra jote është pjesë e pandashme e identitetit tënd. Në momentin që nuk mburrësh me fe, vëllai dashur. Në momentin që nuk mburrësh me fe, feja te ti nuk e ka vendin që duhet me pas. Çikaç. Domthonë nëse don me ditën, a e ka feja vendin te ti? Çat vend që duhet me pas Zoti që e lyp pe ti, këshire sa po mburrësh me çeta. Nëse mburrësh, je krenar, je i kënaqur, je i gëzuar, edhe s'din që me falenderoj Allahun për këtë nimet, ti tamam e ke marrë çat amanet që Zoti ta ka dhënë. Një rast është interesant. Pra po rasti me Abu Ubejdën. Me Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf e dini kur kanë bo hijrat sahabët e pejgamberit sa në Medinë, Medinasit, ensarët i kanë prit formën më të çuditshme në histori. I kanë gjendë me adhon në gjysmën e pasurisë, shtëpinë me do për gjysmë, edhe çdo sen që kanë pas me do në ndësh. Sa'd ibn Rabi' i ka qellu me u vllaznu me Abdurrahman ibn Aufin. Se pejgamberi ka një pej muhaxhirëve e ka vllazruar me një pej ensarëve. I mbo vllaznia dhe pasurinë që kanë pas e kanë do për gjysmë, dhe çdo sen e kanë do për gjysmë. Shon e dosh vllazni sa bukur. Ky sahabia i thot Abdurrahman ibn Aufit, thot që ku e ki gjysmën e pasurisë, gjysmën e shtëpisë, sipas transmetime edhe e ka lshu njënën pe grave e tij dhe ka thonë njëna pe grave takon ty. Shaj thot Abdurrahman ibn Aufi, thot nuk kam nevojë për kur gjë çka ti po jep mua. Mua veç kallzon ku është pazari. Me dal me bo tregti. Thot një pedietarë. Thot nuk pedia mu çudit me bujarin e Sa'd ibn Rabi' që ja ka dhënë gjysmën e pasurisë, a mu çuditën me krenarin e Abdurrahman ibn Aufit. Që të raste vllazni spoku bre pa pas kuçan në xhep kishton a më jep borx. Ose i ka interesuar për borxhat për kuçan. Unë jam zoti vetvetes. S'kam nevojë për kurrë. Unë vet i baj punët e mia çysh duhet më po. Po këtë arsye nëse shihni edhe atë hadithin, në atë hadithin e pejgamberit që kanë marrë ata 9 persona te pejgamberi sa dhe kanë lyp këshill. Një pikë këshilla çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që mos lypin pe njerëzve kurrë. Mos lypin pe njerëzve kurrë. Shumë sa interesant vllazni. Çta persona thot transmetuesi, vetë transmetuesi që ka dhënë rastin. Thot pe çto persona i kumpo që nëse ndonjëri prej tyre i ka ra shkopin tokë prej kafshës, nuk i ka thonë dikujt apo më jep çat shkop sa mron tokë. Ka zbrit pe kafshët dhe ka marrë shkopin. Pse? Se ka thonë ja kena dhënë besën pejgamberit që s'kena më lyp kur kujna kurrë. Çfarë kenaria është kjo? Çfarë kenaria vetvetes? Çfarë vetbesimi? Çfarë s'vedia çysh me çujtën gjuhën shqipe? E dosh vllazni, pse i përmend ashtu shembe? Ose disa prej këtyre shembe. Për arsye se unë çysh peshov, në këtë peshën e pikave kena ngecje. Këto pika kena ngecje. Dikush më shumë, dikush më pak.
Unë foli për fetar, s'po foli për njerëz që janë jashtë fesë, tani aty s'ban kjo temë hiç aty pare. Mirë po, edhe pse ka shembuj shumë që thash, ka tregime shumë, ta keni nipi o xhallarëve, këto dersi, ky ders që thash, është për kujtim faktikisht, nuk është diçka e shpreh edhe diçka ndoshta që është ekskluzive për juve. Duke menu shpesh, për shkak se shpesh u marr me këshilla sahabeve, duke menu shpesh çfarë titulli kisha ose çfarë cilësie kisha me mujt me i përthoku krejt sahabët e pejgamberit me një cilësi. Mund tash I përmendem disa shembuj, ka shembuj shumë, me qindra shembuj. Kapituj ndryshëm, moresh me shtitë sinqeriteti, të namazit, të pasimi I pejgamberit, pa nol hiç. Çka ka diçka që mundet krejt jetën e sahabeve me përmbledh me një cilësi. Edhe mund ka shku me njona prej cilësive dhe prej pozitave zemrës, normalisht, se kjo ka të bëjë me zemrën, s'ka bëjë me diçka tjetër. Po me kallzu drejt para juve, e ku bo mend që ta, mu do që kjo është, ka e sëllësha këtë tregimet e tëne, ka I menojsha këtë ngjarjet, mu do që kjo cilësia, që kjo pozita është. Edhe thash, këta e pas kanë cilësinë e sidqit. Menziletu sidq. Pozitën e sidqit. Çka është sidqi? Sidqi përkthehet sinqeritet, përkthehet vërtetësi. Unë e kisha përkthy për një mendësi. Ose një mendësi. Për një mendësi ose një mendësi një ti kuptim. Qysh, me thonë që këta njerëz e kanë pas për një me. Nëse doni me ditë cila cilësi I përfshin krejt jetën e shokëve pejgamberit sa është, cilësia që këta njerëz e kanë pas për një me. Qëtu, përfundoj tema. Ti vesh me pas për një me dhe tema tjera tani, bon këta, bot sinqeriteti, bot namazi natës, bot dhonja rrugën e Allahut, bot përparsimi dhon tjetër kujna, modestia, çka dush. E çka është hala më interesant, ju më kthye te Ibn Qayyimi, me Daraj Salikin thash ta lexoj pozitën e sidqit, çu ka shpjeguar Ibn Qayyimi. Ku met pa fjalë. Ibn Qayyimi thotë është kjo pozitë është pozita më e madhe e njerëzve të dalluar. Thot para kësaj pozite është vesh pejgamberllëku. Para pozitës sidqit është vesh pejgamberllëku. E mas sidqit thot rrjedhin krejta grada tjera. Vallahi se kum besu që bashkë çështu bëjoj. Se kum besu që bashkë çështu bëjoj. Edhe çfarë shembulli të bukur e sjell Ibn Qayyimi, thot njëri më të mirë se pejgamberi s'ka pas, e mas pejgamberit njëri më të mirë se Siddiku s'ka pas. Sidku. Pse e ka marrë çit pozitë Abu Bekri se ka qenë Siddik, jo vetë Sadik, po Siddik. E ka arritët gradën e një mendësisë ose për një mendësisë te Allahu në formën më të lartë, për këtë arsye ka rrit pozitën më një herë mas pejgamberit. Andaj dashur vllazni, kur I kam definu dietarët që të pozitën e sidqit, ka dhënë shumë definicione. Mua një për ty në pedoj me juve dhe për kry këtë ders. Më ka pëlqyer shumë. Thot, një për dietarëve thot, përkthej shqip direkt, thot, pozita e sidqit është pjesa e brendshme e jote me qenë më prezente se pjesa e jashtme. Kjo është. Për mua është kulminacioni I një njerit që është për Allahun, që jeton për Allahun edhe vdes edhe çdo gjë për Allahun. Domethënë, që tash ai ki mëna në zemër ti, më shumë ti reflekton se fjala, se veprat, se pamja, se pozita, se krejt. Këto këtë janë më pak që kjo është kryesorja. Kur e kupton që çështja ose që pozitë sidqit me çit definicione, pse ka definicione ndryshme sidqit, një për definicione që veç po përmeni para juve, që më pëlqej është një për definicione sidqit thënë ai që nuk e mashtron vetveten dhe të tjerët. Vllazni, këta kam provu me qindra herë dhe këtë për neve, sili për neve ka provu. Sa herë mashtrojmë në vetëm. Sa herë mashtrojmë vetëm. Për shembull, I thojmë diku në diçka, edhe menojmë që ai s'na diktoj. S'ke çështu po ne jap shtjella. Ti s'e ke mashtruar, ke mashtruar vetën tonë. Se ti s'je sinqert me vetën tonë. Sa herë na mashtrojmë vetveten që na nuk kena shumë të lodh, po thojmë na të lodh, po më çu më fal. S'u më çu më këtë punë. Kjo mashtrim të vetvetes. Ani pse ti arsyeton.
arsyeton, ban ndreq kodra dhe ndërton lapidare të arsyetimeve në kokën tënde. Po krejta këto pastaj vërtetohen ose përgënjeshtrohen kur ti nuk bie me fjet po je në gjendje edhe 1 orë tjera me në telefon. Për shembull, ose me kështu një film, ose pavarësisht çka. Është vërtet se një pi problemeve ose më thonë një pi defekteve që ky sitki jon është i dobët se na mashtrojmë veten me plot vetdije. E mashtrojmë veten, tamam, e tham kështu. Me na thon dikush hey tjetër mashtroj veten, ai si më keq, ju po thotë më kështu. A vallai çdo ditë mashtrojmë na vetë. E çike s'ka ekzistuar te shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kanë qenë për një me, e kanë pas për një me. Çdo gjë që kanë bërë për një me. Po këtë arsye kanë bërë vepra që na kur i kallëzojmë sot shpesh na dokën khayal. Na dokën pamundura, veç pralla, s'kan mujt me ndodh. A realitet këto kanë qenë të vërteta, por arsye se zemra e tyre ka qenë ndryshe. Dashur vllazni, unë e di që na semi se shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po pe ja tham atë që ka thonë Ebu Muslim el-Khawlani prap, që nuk kena mjelon shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me hi let në xhenet pa ju përzjedhë natë e dytë të xhenetit. Edhe pa u shty ka pak me ta. Që kjo mund mu arrit. S'mund me mrisi ata, po mund mu afru që të parin me çto veprat e tona, e sidomos me pozitën e sitkit. Unë e mendoj që fatkeqësia më e madhe ose ai defekti më i madh i muslimanëve është problemi i sitkit, problemi se nuk kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye e përktheva për mendjesi, për arsye se sitki nuk është vetëm sinqeriteti në zemër, po sinqeriteti në zemër është drejtësia në fjalë dhe është veprat e qelluara. Që kjo e jep definicionin e sitkit që ka qenë kohën e pejgamberit dhe në kohën e shokëve të tij. Allah e di më së miri, e lutem Zotin që të na jep begatinë atë që kemi thënë, na bëj të dobishëm kudo që jemi, na mundsoj që të ecmi rrugës së shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të kemi ata pasuesit që na ecmi pas tyre me mburrje, me kënaqësi, me kënaqëri dhe të gëzohemi që Allahu ka përzgjedhur për neve për umetin islam burra si ata, të cilët janë të papërsëritshëm në histori. Allahu dhe më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.